Kryeministri Edi Rama tha se projekti i parkut eolik në Tropoj është një hap i rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ai premtoi se projekti do të realizohet brenda 12 muajve. Edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, vend që deri në fund të kësaj dekade, pra në Shqipërinë 2030, do të jetë 30%. Dhe me këtë 30%, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit për të blerë energji, por energji e shitur jashtë vendit për të sjellë më shumë të ardhura. Rama shtoi se qeveria ka ofruar mbështetje për të kapërcyer çdo pengesë burokratike dhe vlerësoi zhvillimin e sektorit si një shembull të administrimit modern. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë ta nënvizoj, me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sado të vogël lidhur me integritetin e garave dhe me proceset e stabilizuara dhe të konsoliduara në këtë sektor. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku theksoi se investimet në sektorin e energjisë, veçanërisht në burimet e rinovueshme, po rrisin të ardhurat dhe fuqizojnë ekonominë lokale. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Sektori energjetik është gjithashtu një motor i qartë në ecurinë drejt integrimit të vendit, si një nga sektorët më të vlerësuar nga organizmat e partnerët ndërkombëtar, duke klasifikuar Shqipërinë si të parë në nivel botror për qëndrueshmërinë energjetike, si dhe një nga sektorët me ecurinë më pozitive të vlerësuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian të vitit 2026. Në kohët e fundit, në vitet e fundit, mbi 1.5 miliard euro investime private janë angazhuar ose janë në proces në sektorin e energjisë, kryesisht në burime të rinovueshme si energjia diellore dhe ajo e erës. Gjithashtu edhe disa hidrocentrale me impakt të ulët mjedisor. Gjatë këtyre viteve, në tërësi në sektorin energjetik shqiptar janë angazhuar mbi 2 miliard euro investime private të përqendruara në burimet rinovueshme dhe sot kemi mbi 700 megavator kapacitete të reja gjeneruese private fotovoltaike
të instaluara dhe që ndodhen në operim, si dhe 400 MW kapacitetet të shtuara vetë prodhuese. Me këto projekte, sipas qeverisë, Shqipëria po hedh hapa vendimtar drejt një të ardhmeje energjetike më të pavarur dhe të qëndrueshme.